shpesh pyes veten ku do të ishim si parti, sikur të angazhoheshim kaq shumë në zgjedhje nacionale. Sikur gjitha këto kapacitete për mbledhje në shkrimesh, luftë mediatike, ndërtimesh, narracione shkiftive, sikur gjithë kjo energji do të drejtohej në fushat elektorale për LDK-n. T'jeni sigurt se as ky kuvend e as ai parati nuk do të kishin ekzistuar asnjëherë për LDK-n. Do të doja që një energji të tillë pozitive natyrisht, jo kundër njëri tjetrit, ta kisha parë edhe në fushat. Por që në fushat refuzohet dhe pjesëmarrja në këshillin e përgjithshëm të partisë, të njëjtin që e kemi ndërtuar vetë, të njëjtin që e kemi respektuar vetë, të njëjtin që e kemi votuar vetë. Dhe kur në fushat refuzohet pjesëmarrja edhe në kolegjiumin e degëve, të njëjtin që e kemi ndërtuar vetë, të njëjtin që e kemi respektuar vetë, të njëjtin që e kemi votuar vetë. Kur në fushat refuzohet pjesëmarrja në betejën e partisë, e pas saj kërkohet përgjegjësi, unë e refuzoj këtë logjikë. Ndjej vetëm keqardhje.